Prej 2 ditësh, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile po zhvillon një stërvitje të gjerë me pjesëmarrjen e strukturave vendore të Juglindjes. Në një deklaratë për mediat nga qyteti i Korçës, drejtori i përgjithshëm i emergjencave civile, Haki Çako, bëri të ditur se stërvitja synon forcimin e kapaciteteve operacionale dhe rritjen e gatishmërisë për përballimin e emergjencave natyrore, një proces që po zhvillohet në kuadër të planit kombëtar të reagimit ndaj fatkeqësive. Jemi në Korçë, sikurse e keni parë prej gati 2 ditësh, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile ka organizuar një stërvitje në bashkëpunim me strukturat vendore të Bashkisë Korçë dhe të Prefekturës Korçë, në kuadër të forcimit dhe të rritjes gatishmërisë dhe të reagimit për emergjenca civile, për mbrojtjen civile në mënyrë të veçantë. Një stërvitje e cila konsiston në menaxhimin e një prej fatkeqësive natyrore të përcaktuar në rreziqet e vlerësuara në nivel kombëtar. Drejtori Çako theksoi se Korça është një nga qytetet më të konsoliduara në menaxhimin e fatkeqësive natyrore dhe se kjo stërvitje është pjesë e një turi kombëtar të mbrojtjes civile që po zhvillohet në të gjitha prefekturat e vendit. Korça është një prej qyteteve më e konsoliduar në përballimin e këtyre fatkeqësive natyrore. Jemi gjithashtu në një tur të mbrojtjes civile, cilën po organizojmë dhe e zhvillojmë në të gjitha prefekturat dhe bashkitë në nivel kombëtar, pas disa takimeve sensibilizuese me komunitetin. Jemi në bashkëpunim dhe në mbështetje të fuqishme me partnerët tanë strategjik, sikurse është UNDP-a, financuar dhe mbështetur edhe nga qeveria suedeze, ajo portugeze dhe së fundmi edhe nga qeveria zvicerane, të cilët kanë investuar drejt për së drejti në rritjen e kapaciteteve edukuese, trajnuese, por edhe në kapacitete tjera teknike për përballimin e fatkeqësive natyrore. Tashmë jemi në një moment, ose më saktë në një fazë, kur sapo kemi hyrë në fundin e vjeshtës dhe pritet të menaxhojmë dimrin. Pothuajse në të gjitha prefekturat dhe bashkitë janë marrë masat me plane konkrete. Sipas drejtorit përgjithshëm të emergjencave civile, pas një vere të vështirë ku zjarret kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në Pyje, Kullota dhe zona të banuara, strukturat vendore kanë treguar gatishmëri të lartë, duke shmangur humbje në jetë njerëzish. Fokusi është vendosur në përgatitjet për sezonin e dimrit, me plane konkrete të hartuara nga të gjitha bashkitë e vendit. Fatkeqësitë natyrore janë fenomene të cilat ekspozojnë jo vetëm një bashki, por shpeshherë edhe rajone të tëra apo dhe shtete të tëra. Vera e vitit 2025 ka qenë një nga verat më të ashpra të zjarreve, ku kanë sjell pasoja në shumë zona në Pyje, në Kullota, por diku edhe në zonat të banuara, por që për fat të mirë menaxhimi janë shpëtuar jetë njerëzish dhe dihet fare mirë, fal punës apo dhe kontributit të strukturave operacionale pikërisht të këtyre bashkive. Kapacitetet e tyre sigurisht që janë në korrespondencë të plotë edhe me jurisdiksionin që ato kanë. Ne jemi duke punuar intensivisht për të rritur që të gjitha këto kapacitete, pikërisht edhe programet konkrete me partnerët tanë konsistojnë në rritjen e këtyre kapaciteteve, por nevoja për të pasur më shumë absolutisht që është e domosdoshme. Sipas Çakos, qeveria shqiptare ka parashikuar fonde të dedikuara për përmirësimin e kapaciteteve teknike dhe për parandalimin e fatkeqësive natyrore. Qeveria shqiptare ka investuar dhe vazhdoi të investojë drejt për së drejti nëpërmjet programit të emergjencave civile fonde të dedikuara pothuajse në të gjitha bashkitë në nivel kombëtar. Llogaritja e përfitimeve të adresuara në buxhetin e vitit 2026 është orientuar drejt vlerësimit të riskut, sipas riskut të përcaktuar në nivel kombëtar, dhe përveç fondit të kushtëzuar që alokohet drejt për së drejti nga ky program rreth 1 miliard lekë në nivel kombëtar, natyrisht që ka dhe fonde të tjera që janë për investime të drejt për drejta në rritjen e kapaciteteve teknike, por edhe në investime që shkojnë për parandalimin e fatkeqësive natyrore. Stërvitja në Korçë vjen si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për të ndërtuar një sistem më efikas të menaxhimit të emergjencave, ku bashkëpunimi mes institucioneve qendrore, pushtetit vendor dhe partnerëve ndërkombëtar mbetet thelbësor për mbrojtjen e jetës dhe pasurisë së qytetarëve.